Dhe përshëndesim nga studio. Po, përshëndetje Mediana, po dëgjojmë shumë mirë. E dëgjova pak pjesën e debatit brenda në studio dhe vërtet që përmendet për pjesën e kushteve, pjesën programore që ofron Fakulteti i Shkencave Kompjuterike. Natyrisht, studentë që janë në studio janë me fat që ka një profesor si Blerim Rexha, i cili vërtet përveç që është bashkëpunëtor shumë i mirë i Radio Televizionit Kosovës, vërtet ofron inovacion, ofron qasje shumë të mirë sa e përket fushës arsimore në fushën teknologjisë informative. Por që të flasim se çfarë programi është, se çfarë kurrikulje, cilat janë ato kushtet e cilat edhe ju i përmendet brenda studio, do ta mësojmë më së miri me profesorin. Profesor, fillimisht mirë se erdhën në emisionin e pasdites. Faleminderit, mirë se vini ju në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike këtu në Universitetin e Prishtinës, do është si gjithmonë të jemi ju. I dëgjova edhe vajzat të cilet janë në studio, për momentin e studion e pasdites, që të flasin për kushtet, për flasin për programin e shkencave kompjuterike që ofron në ky fakultet. Por, më detajisht, mund të na tregoni se çfarë ofron ky drejtim? Programi jonë tani quhet Programi i Inxhinierisë Kompjuterike dhe Softverike dhe ne jemi akredituar tani për 3 vite radhazi. Është një vazhdimsi e programit të inxhinierisë kompjuterike QMOTI dhe programi, sikurse edhe programe tjera që janë në Universitetin e Prishtinës, gjithsesi krejt në Kosovë, duhet të akreditohen nga Agjencia e Kosovës për akreditim dhe ne kemi kaluar me sukses këtë fazë. Pra programi jonë është i krahasueshëm me programe tjera evropiane. Ne kemi marrë shembull Universitetin Teknik të Vjenës, pastaj Universitetin e Zagrebit, por edhe mbi të gjitha edhe përvojën e gjatë që kemi në ndërtimin e programeve dhe ofrojmë po ashtu kemi marrë parasysh edhe kërkesat e tregut të punës dhe ofrojmë program të studimit i cili përmbush në rend të parë nevojat e tregut të punës Kosovë, por studentët tanë i përmbushin edhe nevojat dhe detyrat që lidhin në fushën tonë edhe për kompani nga jashtë, që ne po shohim gjithnjë më shumë sepse studentët tanë po punojnë nga kompani ndërkombëtare që punojnë në Kosovë dhe me sukses po i përmbushin detyrat e tyre. Në programi jonë, në rend të parë organizohet në module, në kuptimin që kemi modulin e përgjithshëm që janë lënë të vitit të parë, që janë lënë të krahasueshme me Universitetin Teknik të Vjenës, pastaj lënë të bërthamë të inxhinierisë elektrike dhe pastaj specializohemi në lënë të bërthamë të inxhinierisë kompjuterike dhe softverike. I kemi shtuar me qëllim këtë emrin softverike, jo vetëm inxhinieri kompjuterike, që programit jonë tjetë themi më i krahasueshëm me programet si motra nej, por edhe me kërkesën në shtuar vazhdimsi nga tregu i punës. Po kemi pas kërkesa, sidomos pas pandemisë së këndej, që të kemi numër më të madh studentëve dhe fatmirësisht nga viti i kaluar në programin tonë e kemi rritur numrin e studentëve nga 150 në 250 dhe këtë vit për herë të parë kemi pranuar 250 studentë, që është jashtëzakonisht mirë për tregun e punës, për tritë e Kosovës, për fëmijët tanë, por një sfida një më e madhe për neve profesorëve, për menaxhmentin që të organizojnë, sepse një të kohë resurset tona nuk janë rritë kaq shumë, kanë mbetur amfiteatru të njëjtë, klasë të njëjta dhe stafi kemi mbetur më njëjtë. Kështu që ne kemi nevojë në këtë drejtim të rrisim pak numrin e stafit, ashtu që të përballojmë tani këtë rritjen për 100 studentë në programin tonë të inxhinierisë kompjuterike dhe softverike. Profesor, ju e përmendet që fakulteti është i ndarë në disa module. Ekziston një botkuptim tek trit që ky fakultet është vërtet i vështirë. Qëndron ky opinion apo bie? Po në fakt tani unë mund të jem këtu shumë i ndikum ose të mund të jem shumë subjektiv, por ta mas mirë është ndoshta me pyet studentët që ndoshta edhe keni ende në studio, ka një botkuptim që fakulteti në përgjithësi fakulteti i inxhinierisë elektrike është pak më i vështirë, gjithsesi fakultetet teknike janë pak më të vështira, por ne jemi të krahasueshëm me Universitetin Teknik të Vjenës, me fakultetin atje të inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, me Universitetin Teknik të Münhenit. Po, kërkon pak më shumë punë, por shpërblimi më vonë është shumë më i madh se sa në një program tjetër. Cilat janë ato lanë që përbën, domethënë, programin e shkencave kompjuterike apo inxhinierike siç quhet?
Tani ne kemi ndërtuar në ashtu që në modulin në shtresa, ne mendojmë që ende lëndë bazike janë lëndë si janë fizika, matematika, algoritmet që janë lëndë bazike të vitit parë, ku studentët mësojnë apo riforcojnë edhe një herë botkuptimet bazike mbi dokurit natyrore dhe mbi këto pastaj ndërtojmë inxhinierin kompjuterike, duke filluar me qarqet elektrike, pastaj qarqet kompjuterike, arkitekturën, kompjuterët, sistemet operative, programimin web dhe pastaj specializimet në algoritme caktuara, si për shembull që janë lëndë në fushën time të sigurisë kibernetike. Për shembull, për të qenë ekspert në fushën e sigurisë kibernetike, kërkohet këtë kjo ekspertizë, matematika, që është një baza fundamenti, pastaj kërkohet programimi web edhe nga pjesa klientë dhe nga serveri, kërkohen databazat, kërkohen algoritmet në inteligjencën artificiale, që kemi kushtuar tani rëndësi jashtëzakonisht të madhe, si dhe pastaj sistemi inxhinieria softverike, kualiteti i softverit, edhe shumë tani lëndë të tjera që kemi lënë semestrin e 6 kemi ndërtuar asisoj që studentja të zgjedhë lëndet varësisht për interesit vet, varësisht për profilit që dëshiron të specializohet, apo kërkesa e vendit të punës, të zgjedhë ato lëndë dhe të formësohet sa më mirë që të plotësoj kërkesat e tregut punës, gjithsesi të bëj profilizimin e vet, sepse edhe fusha e inxhinierisë kompjuterike dhe sofrike është mjaft e gjatë. Kështu ne presim që mbi këto të ndërtojmë disa streams që i thojmë tani ne që secili të specializohet qoftë në sigurinë e aplikacioneve softverike, qoftë në databaza, qoftë në administrimin e sistemeve kompjuterike, qoftë në cloud computing, në fushë pastaj krejt e re. Dhe mbi këto lëndë zgjedhore ata ndërtojmë profilin e vet. Profesor, ne përmendet që shumë prej këtyre lëndëve vërtet janë inovative, janë të reja. Por si qëndrojmë ne me literaturë, si qëndrojnë studentët që dëshirojnë vërtet të marrin në formatin e fundit, ku jemi me literaturë, posaçërisht në përkthimit të gjuhës shqipe. Tani këtu në kom një koncept që ndaj me student që nga fillimi angazhimit tim gati 20 vite më herët në Universitetin e Prishtinës, u mendoj që 3 tanë janë by default native speaker gjuhës angleze. Të gjithë këta e flasin gjuhën angleze më mirë se ne profesorët. Këtë mund ta dëshmoj në shumë raste. Para disa viteve kishim një profesor mysafir nga Georgia Tech, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe unë jam habit për të mirë me pastërtinë e gjuhës angleze që flisnin studentët. Në fakt në atë klasë folësit më të këqij të gjuhës angleze kemi qenë unë dhe profesori nga Georgia Tech, cili ishte indian me origjinë, por jetonte në Amerikë, dhe studentët tanë kanë folur në anglisht që nëse kishin në gjuhë, mendon që këta janë studentë rritur në Britani, gjithsesi në Amerikë. Kështu që më kthy tani pyetjes tuaj, unë mendoj që tekstet profesionale nuk kanë nevojë të përkthehen, studentët tanë i kuptojnë tekstin në gjuhën angleze, kështu e bëj edhe unë dhe shumë kolegët e mi pothuajse të gjithë, kemi tekstet në gjuhën angleze, ne flasim gjuhën shqipe në legjeratat tona, por tekstet, slajdet, ushtrimet i shfrytëzojmë nga gjuha angleze. Tani për më shumë, mendoj se ka ardhur koha që profesori më nuk është i vetëm i burimi i dijes, këto e kemi kuptuar ne profesorët, e kanë kuptuar edhe komuniteti, që profesori është njëri nga shumë burimet e dijes, sepse profesori që ka shkruar librin në gjuhën angleze, profesori nga Amerika, ai ka pastaj slajdet të injizuara në YouTube dhe studenti mund ata slajdet t'i ndal, t'i pauzoj, t'i kthej mrapa, t'i përsëris sa herë don, që ndoshta neve profesorëve këto, klasë se na thot 2 herë më shumë me përsërit, ndoshta na vjen edhe mërzimi a përsërit 2-3 herë. Kështu që ai ka këtë mundësi ta merr për direkt te profesorit më të mirë në botë, dhe tani kjo pak e bën më të vështirë punën tonë profesorëve, sepse ne duhet jemi pa aq atraktiv sa profesori në Amerikë, që është mirë sepse ne kemi konkurrencë, por gjuha angleze tani është gjuhë, mos më thonë trive, që pe konsumojnë që nga mosha e hershme dhe kur të vinë në fakultet, fati jonë i mirë është që vinë nxënësit më të mirë, këta janë folës të shkëlqyeshëm gjuhës angleze. Profesor, se përket stafit universitar, përmendet që ka pak një lloj mungese, si qëndron ky departament? Tani në krahasime të tjerët ne jemi mirë, por modeli rrogave që aplikohet në universitetet publike, tani pa ashtu në fushën e Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, që ne mbështrohemi modelit publik, nuk është inkurajues për stafin e ri. Ne tani kemi bashkëpunim të ngushtë me kompani të fushën ICT-s. Vitin e kaluar, shoqata e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimeve në Kosovë, STIK, publikoi një barometër të tregut të punës, ku ajo doli me statistika nga intervistat dhe pyetësorë që kanë marrë nga kompani, që rrogat në Kosovë në fushën ICT-s sillen nga 900 euro për fillestar deri në 3500 euro për një që ne quajmë një senior software developer. Kështu që për një
kush tani do ta lejë një punë të tillë që ka një 5 vjet përvojë punë në tregun e Kosovës, edhe të vjen të bëhet profesor asistent me një rrogë 960 euro. Kështu që kjo është një sfidë e madhe që ne hasim për ditë. Ne kemi tani edhe profesor që kanë lëshu vendin e punës për shkak se thjesht puna në tregun privat, puna me marrë një punë remote nga jashtë, është shumë herë më e paguar sa puna në Universitetin e Prishtinës. Kështu kjo sfida jo vetëm specifikisht e jona, me një shkallë më të vogël ballafaqohen edhe fusha tjera në të inxhinierisë. Natyrisht kjo fusha inxhinierisë softverike kërkon përveç pjesës teorike, kërkon edhe pjesën praktike. Si qëndron ky fakultet? Janë infrastruktura teknologjike e instaluar brenda këto apo si është? E mira në fushën e inxhinierisë softverike është tani softveri është kudo, edhe Kosova ka një shkallë të penetrimit internetit, gjithsesi të mbulimit internetit më të mirë në rajon. Këtu jemi të krahasohemi me vendet e Bashkimit Evropian, pra internet kemi kudo, edhe një laptop e ka tani më secili student sepse është pjesë përbërëse e literaturës, gjithsesi e pajisjeve që i ka. Ne kemi disa server në dispozicion. Mirë është që Universiteti i Prishtinës ka marrëdhënie me gjigante teknologjisë që është Google dhe Microsoft për shfrytëzimin e softverëve, gjithsesi shërbimeve të tyre që i ofrojnë në cloud. Këtu nuk jemi keq, por ne duhet më shumë mbështetje të kemi platformat e fundit, qase në platformat e ty në llogaritse. Këtu padyshim që buxheti na mungon si universitet, si fakultet, që të kemi qasje më shumë, prandaj prej këtu shfrytëzoj të bëj apel për rritjen e buxhetit, sidomos për kërkime shkencore, edhe për mbështetje në projektet e fundit, të cilat pothuajse me vështirësi po arrin. Profesor, një pyetje të fundit. Meqense se nesër shënohet dita e vajzave në teknologjinë informative. Si qëndroni me këtë dallimin gjinor brenda këtij universiteti? Ju i nda disa statistika me mu, po ndoshta edhe me publikën e gjerë. Tani me shumë kënaqësi e përsërisim tani shumë vite fakulteti jonë inxhinierisë elektrike dhe softveri, inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, sidomos programet që lidhen me fushën e ICT-s, që është programi i inxhinierisë softverike dhe programi i ICT-s, kemi kvotën pothuajse të barabartë. Këtë vit kemi regjistruar 313 studentë në vitin e parë, nga të cilët 157 janë vajza dhe 156 janë djemë, pra një studente kemi më shumë sa djemë, po kështu ka qenë raport edhe viteve të kaluar. Dhe ky trend është një tregues i mirë, tani fakulteti nuk është më vetëm i djemve, po edhe i vajzave, por një tregues edhe më i mirë është që këto janë jashtëzakonisht të suksesshëm në tregun e punës. Feedbacku që marrim nga kompanitë është jashtëzakonisht i mirë dhe nesër ne kemi një garë që kemi quajtur security, pra shi për vajzat, thjesht për më mbështet vajzat në fushën e sigurisë kibernetike që organizojmë për ditën ndërkombëtare të vajzave në ICT. Edhe këtu në këtë sallë nesër do të kemi 65 studente që do të sfidojnë me detyra, me challenges nga fusha e sigurisë kibernetike, por një të kohë në pjesën mbrapa do të kemi edhe prezantimet e vajzave nga siguria kibernetike dhe mendoj që do të jetë një aktivitet i mirë për të promovuar ende më tutje prezencën, përkushtimin e vajzave në fushën e ICT-s. Profesor, faleminderit shumë për intervistën dhe suksese. Shumë faleminderit juve për mundësinë. Ishte kjo intervista pra me profesorin Bler Brengja, bashkërisht ne i përshëndesim edhe vajzat brenda studios, por edhe ato të cilët lidhen nga vendet e tjera të botës. Na bën krenar që një universitet i tillë, një fakultet i tillë nxjerrin kuadrat që vërtet i mbushin tregun e punës dhe çdo ditë rinia shkëlqen në fushën e teknologjisë informative. Linja për ju studio.